Një korrik. Ndërmjetësi ynë. Me det ky popull ka kryer një mëkat të madh dhe ka bërë për vete një perëndi prej ari. Megjithatë, tani, të lutem, falua mëkatin e tyre. Përndryshe, më fshi nga libri yt që ke shkruar. Eksodi 32, 31 deri në 32. Kur izraelitët u shpenguan nga skllavëria, Perëndia i udhëzoi që t'u kërkonin ish zotërinjve dhe ish pronarëve të tyre egjiptian, argjend dhe rroba për t'i marrë me vete, ndërsa do të shkonin në tokën e premtuar. Kështu do të sigurohej materiali për ndërtimin e tendës së tabernakullit, në të cilën Perëndia do të banonte mes popullit të tij. Kur Mojsiu u thirr në malin Sinai për t'u takuar me Perëndin, izraelitët nuk ishin shkuar larg. Megjithatë, kur Mojsiu u vënua më shumë nga të shpritej, popullit i sosi durimi dhe i kërkoi me këmbgulje vëllait të tij, Aronit: "Hajt tani, na bëj një perëndi të shkoj para nesh." Eksodi 32:1. Kështu Aroni u tha atyre: "Hiqni unazat prej ari dhe më sillni mua." Dhe përdori arin e tyre për të bërë një viç prej ari. Ata thanë: "O Izrael, ky është Perëndia yt që të nxorri nga vendi i Egjiptit." Vargjet 2 dhe 4. Perëndia u kishte siguruar atyre gjithçka që u nevojitej për punën në të cilën do t'i thërriste, por ata, përkundrazi, abuzuan me dhuratat e tij për të ndjekur ambicjet e tyre dhe për të adhuruar një perëndi të rrem, të krijuar nga vetë ata. Ne mund të mos bëjmë një viç prej ari, por nuk jemi të imunizuar nga të bëret e së njëjtës gjë me atë që Perëndia na ka dhënë me dashamirësi. Kur Mojsiu u kthye, ai u trondit nga gjithçka që pa. Duke u përkulur deri në tokë përpara Perëndisë, ai ndërmjetësoi në emër të popullit duke thënë në thelb: "Ti je Perëndia i cili ka bërë një beslidhje me popullin tënd. Të lutem, mbaje beslidhjen tënde. Edhe pse e kemi marrë atë që na ke dhënë dhe e kemi shpërdoruar duke ndërtuar perëndi të rrem, mos na braktis. Të lutemi, mos e braktis punën e duarve të tua." Eksodi 32, 11 deri në 13. Është mbreslënse që Mojsiu, i cili ishte krejtësisht i pafajshëm, duhej ta identifikonte veten me popullin. Është akoma më mbreslënse që ai të ishte më i gatshëm për të fshirë nga libri i Zotit për popullin e tij, sesa ta shihte popullin të dëbuar nga Perëndia. Në ndërmjetësimin e Mojsiut, ne shohim tregues të vegjël të asaj që do të përmbushej përfundimisht në beslidhjen e re. Kur bëhet fjalë për fëmijët e tij, Perëndia nuk është kurrë autori i punëve të papërfunduara. Krishti ndërmjetëson për ne dhe gjithë sa janë premtimet të Perëndisë, poja e tyre është në të. 2 Korintasve 1:20. Me fjalë të tjera, premtimet e Perëndisë, që ai do ta mbajë popullin e tij dhe do ta përfundojë veprën e mirë që ka nisur në ta, përmbushen plotësisht në vetë Jezusin. Ne jemi të prirur të endemi dhe të prirur ta braktisim Perëndin që duam. Ne jemi ata që atë që na jep Perëndia e përdorim për të ndjekur idhujt tan. Ne kemi nevojë për një ndërmjetës dhe e kemi një të tillë. Zoti Jezus u dënua në mënyrë që neve të mund të na falej mëkati ynë. Kur ja rrëfej mëkatin ton Jezusit, po vijmë tek ai që tashmë ka ndërhyrë për ne. Lëreni dashurinë e jashtëzakonshme që ai ka për ju, ta rifitoj zemrën tuaj nga bredhja pas idhujve. Dhe kthehuni e përdoreni gjithçka që keni për t'i shërbyer Perëndisë që ju dha gjithçka që ju nevojitet.